بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول بروجز أكرم موجز بكير أو فمشتير وزوطنا نمافت دلي هشت ماسي خواجة البرسخان في الله برداشرين اللازريبيا më të vërtet takimet e tilla, mbledhjet e tilla neve na kushtojnë një rëndësi të madhe se duam për hir të Allahut xhelalu xhanuhu. Dhe gjithë e dim hadithin e pejgamberit alayhis salam që thotë 7 llojet njerëzve të tjerë ditën e gjykimit në hijen e tij, ku nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Allahut azza wa jall. Ndërta është që lutem Zotin ne me qenë për tyre ata cilët që ndash për Allahun fuqi plot dhe po të njëjtën kohë prishin për Allahun fuqi plot. E shorë një person të Abu Hurerja, radiallahu ta'ala anhu, dhe po e thëtë Abu Hurerës, dëshiroj të bëhem vëlla musliman me ty. Kom qef me qenë afër teje. Abu Hurerja thëtë të unë është një kusht. A ai kusht është nëse dirhemi dhe dinari ytë që e ki me veti, është më poshtë se sa une jemi vëllazër. Nëse dinari dhe dirhemi ytë gjithar është të mbi mu, thëtë nuk kena mundësi mu konë zbashku. Kjo person thotë vallahi thotë këtë nuk e kam arrit. Thotë por nuk jemi vëllazër. Interesant që ka thënë Ibn Qayyim el-Jawzi rahmetullahi alayh, dashuria në kohën e tij ka thënë këtë fjalë. Dashuria ka me të fjalë thuhet, ndërsa vepra dhe tradita kanë shumë pak. Që lutim Allahun ta forcon dashurinë me të dhe me ata dalin për Allahut fuqiplot. Allah e shpëlojë gjithë. Selam aleikum.